U rikëthyem sërish në studio për të vazhduar edhe mëtej në pjesën e dytë të emisionit. Gjithmonë kemi të ftuarit tanë speciale ku trajtojmë temat të ndryshme, ku flasim gjithçka, sidomos tani për festat e fund vitit për ushqimet, se çfarë duhet të ham, si duhet të jemi të kujdesshëm në festat për të mos dëmtuar shëndetin tonë. Dhe sot me mua në studio kemi Festa Murati, nutricioniste. Përshëndetje Festa, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Përshëndetje Rejhana, shumë faleminderit për ftesën, e kam nderin të jem sot këtu me ju. Atëherë, cilët janë ushqimet që rekomandohen të jenë pjesë e tryezës festive, por në mënyrë të themi të balancuar, për mos ta dëmtuar shëndetin, ashtu si që potencova në fillim? Ushqimet, do me thonë, më së tepërmi preferohen kombinimi i duhur të ushqimeve. Ndonjëherë nuk luan në rol se çfarë konsumoni, por më së tepërmi ka pesh se si e kombinoni atë. Për shembull, më së shumti preferohen që në tryezë të jenë të pranishme proteinat. Mirë po nuk duhet munguar as sheqernat dhe yndyrnat e shëndetshme. Të gjitha këto duhet të kombinohen në mënyrë të sigurt dhe mënyrë të balancuar që ta suporton shëndetin. Edhe në kohra kur neve festojmë dhe kemi ndoshta ndonjë rutinë më ndryshe se ditëve të rëndomta. Për shembull, kombinimi i mishit me perime, apo edhe me sheqerna si patatet, orizi. Mirë po perimet çdo herë duhet të jenë të pranishme aty, duke na dhënë më së shumti nutrienta, vitamina dhe minerale. Atëherë, fole, po si mund të kombinojmë ushqime tradicionale me alternativa të themi më të shëndetshme? Se e dim që në festat i kemi edhe ato ushqimet e tona tradicionale. Ushqimet tradicionale e dim dhe jemi të vetëdijshëm që asnjëherë nuk mungojnë prej tryezave tona dhe ushqimi, sidomos në këtë periudhë të vitit, është sikur një ritual që i bashkon familjet, që duhet të jetë një periudhë shumë e lumtur për gjithë. Do me thënë, mund të konsumohen ushqimet tradicionale që i konsumojmë edhe gjatë ditëve të tjera, si për shembull petë të ndryshme apo gjellna. Mirë po të kombinohen në porcione dhe me proteina, porcionet të jenë të zakonshme, mos të jenë të tepruara, të ushqemi apo të konsumoni ushqimin sa më ngadalë që të mundeni, të mos shpejtoheni, të jepni kohë dhe hapësirë vetës dhe gjithnjë, do me thënë, të mos jemi të stresuar se çfarë po bëjnë ose nëse pe dëmtojmë veten deri në një pikë të caktuar. Mund të na thoni se çfarë duhet të kemi kujdes tek mishtrat, ushqimet e skuqura dhe ëmbëlsirat? Kur janë në pyetje mishrat specifikisht, do të ndalem pak te secila nga një fjalitë sopaku. Tek mishrat, problematika është për shembull yndyrnat trans që janë. Ato në trupin e njeriut kanë efekt negativ nëse konsumohen shumë shpesh. Dhe ato ndikojnë që për shembull të bllokojnë arteriet dhe kështu me radhë. Mirë po nëse kemi aktivitet fizik dhe nëse konsumojmë në mënyrë të kontrolluar, ato nuk duhet të largohen nga tryeza juaj. Kur është fjala tek ëmbëlsirat, të gjithë e dim që unë për vete si nutricioniste nuk rekomandoj dieta apo regjime strikte. Çdo herë duhet t'i lëm hapësirë vetës që të kemi diçka të bukur në jetë. Për disa personat, ëmbëlsirat janë ato mbështetja emocionale që e gjejnë. Dhe prandaj, nëse i lejojmë vetës të konsumojmë diçka të ëmbël brenda ditës, ose edhe gjatë festave nëse konsumojmë pak më tepër se ditëve tjera, nuk është problem i madh. Nuk është problemi madh, meqense duhet gjithmonë, sidomos kur është fjala tek ëmbëlsirat, personat që kanë probleme me diabetin, ata duhet të kenë kujdes pak më të posaçëm kur janë në pyetje këto sfera. Kjo kategori e personave. Atëherë, a ka rëndësi orari i ushqimit gjatë ditëve festive dhe pse? Orari i ushqimeve ka rëndësi sepse një problematik që e hasim gjatë këtyre periudhave është se njerëzit mendojnë që nëse nuk konsumojnë ushqim më herët brenda ditës dhe vijojnë të konsumojnë vetëm gjatë darkës, do me thënë gjatë mbledhimet kur kanë me familjen e tyre, mendojnë që do të konsumojnë më pak kalori dhe kjo do të ketë një farë efekti më të mirë. Mirë, po kjo është mendim i gabuar. Duhet të vijoni me rutinën tuaj
përditshme sa më shumë që të mundeni, do me thënë të konsumohet vakti i mëngjesit, drekës, me porcione të caktuara. Do me thënë sa do pak të keni konsumuar ushqim brenda ditës që të mos ketë konsumim të tepër dhe të pa kontroll gjatë kohës së darkës apo gjatë kohës së mbledhimit me familjarët. Ne e dim që gjatë festave ndonjëherë mund të themi që mund ta teprojmë edhe me ushqime. Mund të na thuash se sa është e dëmshme edhe teprimi i ushqimit, edhe nëse ai ushqim të themi është i shëndetshëm. Neve kur bisedojmë, do me thanë, çdo herë e cekim fjalën balans. Balansi është gjithçka. Prandaj, teprimi i ushqimit, shumica personave e marrin shumë emocionalisht dhe në aspekt negativ. Do me thënë, nëse ndonjë ditë ju ndodh që ju të konsumoni më tepër ushqim se sa ditëve tjera dhe ju jeni me ndonjë farë regjimi apo keni një qëllim caktuar, nëse konsumoni më tepër ushqim brenda ditës, nuk do ja hup progresin që keni arritur gjatë muajve apo vitit. Prandaj nuk duhet ta marrim në aspekt negativ dhe ta fajsojmë vetëm me një farë mënyre. Sepse është në rregull, të nesërme mund të zgjohesh në mëngjes dhe ta vazhdojsh rutinën tënde dhe asgjë nuk do të ketë keqe në të. Çfarë duhet të kemi parasysh gjithmonë kur bëhet fjalë, kur kemi festa dhe si nutricioniste, çfarë duhet të kemi parasysh në ushqimet të këto gjithë personat, njerëzit? Ushqimi është shumë i rëndësishëm, mirë po do e kisha cek edhe aktiviteti fizik. Shohim që gjatë kësaj periudhe njerëzit japin më tepër liri dhe pushim vetes dhe harrojnë aktivitetin fizik që është një send shumë kyç, do me thënë në progresin apo në stilin e jetesës së njeriut. Ju mund të konsumoni ushqimet e juaja të preferuara, mirë po të paktën brenda ditës disa minuta apo gjysmë ore apo edhe 1 orë 40 minuta t'ja dedikoni aktivitetit fizik. Mund t'a bëni këtë me një ecje të lehtë rreth ndërtesës apo rreth objekteve ku jetoni, apo edhe të marshoni në vend, do një kardio të lehtë. Do me thënë, ndonjëherë ushqimi luan rol shumë të madh, mirë po kombinimi i saj me aktivitetin fizik e ka rëndësinë më të madhe dhe më kryesore. Më kryesore. Atëherë festa të kthehemi pak edhe tek pijet. Cilat pije janë më të përshtatshme për të konsumuar, të themi, gjatë festave? Pija më e rekomanduar si çdo herë është uji. Do me thënë, nuk duhet të harrojmë gjatë kësaj periudhe të qëndrojmë të hidratuar. Kjo është shumë e patjetërsueshme, niveli i mineraleve dhe elektroliteve duhet të mbahet në masë të caktuar dhe të duhur, pa marrë parasysh se a janë festa apo jo. Mirë po, e shohim që pijet e gazuara, pijet e ndryshme, ato konsumohen me ose pa dëshirën tonë, do me thënë, edhe përpos rekomandimeve tona që nuk janë, do me thënë, për atë. Mirë po, nuk është fundi botës, mund të konsumoni pije të gazuara në mënyrë të kontrolluar, çdo herë themi balansi është gjithçka. Mirë po, personat, përsëri do ta cekis që personat që kanë probleme me diabetin, posaçërisht personat me diabetin, ata duhet të kenë më së shumti kujdes. Gjithashtu edhe tek mosha e mitur apo tek fëmijët. Tek fëmijët, pikërisht. Atëherë mund të na thuash se çfarë ndikimi ka alkooli në organizmin e njeriut dhe në shtimin e peshës? Alkooli asnjëherë në asnjë mënyrë nuk rekomandohet, edhe pse e dim që për shembull konsumohet, mirë po është me rëndësi që të jetë në dozë të caktuar dhe të mos ta humni veten. Alkooli është, sipas definicionit, është depresant. Mirë po, neve e përdorim në kështu raste ku jemi më të lumtur dhe ajo është temë tjetër, temë në vete. Alkooli ndihmon apo shtyen në shtimin e peshës, sepse ka kalorit të tepërta. Do me thënë, ju kalorit që mund t'i merrni duke konsumuar ushqime të ndryshme, ju i merrni nëpërmjet të lëngjeve. Dhe ajo nuk është e shëndetshme për organizmin në asnjë mënyrë. Mirë po, themi që alkooli duhet patjetër kontrolluar. Patjetër. Patjetër, edhe kemi parasysh sepse gjithmonë ndodh edhe aksidentet edhe raste të tilla që
me fatal kanë mbarojnë. Atëherë mund të na thuani se çfarë a ka ndonjë mënyrë për të kufizuar dëmet nga alkooli për ata që zgjedhin ta konsumojnë pikërisht në ditët festive? Alkoolin mënyrë më e sigurt e konsumimit të alkoolit është që ndërkohë të pini edhe ujë, do të thënë të qëndroni të hidratuar edhe gjatë pirjes së alkoolit njëkohësisht. Gjithashtu pak më tepër lëvizje të keni në trup, apo edhe të konsumoni ushqim njëkohësisht, do të thënë mos të ketë efektin më të madh alkooli. Mirë po edhe pirja e ngadalt ndihmon që të jetë në nivel më të kontrolluar. Dhe të themi që personat nën 18 apo personat e mitur në asnjë mënyrë nuk duhet të jenë konsumues të alkoolit. Atëherë të flasim pak edhe të kthehemi për pijet e gazuara dhe lëngjët industriale, sa janë të rrezikshme, sa janë të dëmshme të themi për shëndetin e njeriut, edhe pse këto i dim këto pije të mund të themi lirshëm se i konsumojmë çdo ditë, jo vetëm gjatë festave. Sa janë të dëmshme të themi në organizmin, si ndikojnë këta pije? Kur janë në pyetje pijet e gazuara, pihen do me thonë në sasi marramendse. Gjatë çdo dite neve kemi raste, do me thonë kur bisedoj me klient, gjatë marrjes anamnezës, do me thonë historisë mjekësore të tyre. Lëngjët e gazuara asnjëherë nuk mungojnë në regjimet e tyre apo mënyrën në stilin e jetesës së tyre. Dhe neve asnjëherë nuk mundohemi që t'ja ndryshojmë thelbin dikujt. Mirë po mundohemi së paku disa ndryshimet vogla që t'i bëjmë. Për shembull, nëse gjatë ditës keni pirë zakonisht 2 gota lëngjët gazuara, së paku të jetë 1. Sa do pak 1 le të jetë. Në vend se 2 le të jetë 1. Mirë po gjatë festave shohim ngritje shumë të madhe të pijeve të gazuara, ku edhe fëmijët në mënyrë të pakontrolluar që ndikon mandej edhe në hiperaktivitet, shkaku i sasisë së sheqerit shumë të lartë që përmbajnë ato. Mirë po vrejmë edhe pije energjike që konsumojnë shumë. Pikërisht edhe te kjo, si ndikojnë edhe këto pijet energjike. Ne zakonisht shumica e njerëzve marrin nga një pije energjike thjesht për të marrë një energji. Po, a marrim me të vërtetë energji apo thjesht bëjmë një çfarë dëmi të themi në organizmin tonë? Shifeni tani, është problematike kjo, sepse njerëzit zakonisht gjatë ditës janë edhe konsumues të lëngjëve tjera që përmbajnë edhe kofeinë, për shembull çajit apo kafes. Dhe kur kombinohet pastaj mandej edhe me ekstra dozë të kofeinës dhe të taurinës, ajo mund të jetë shumë e tepërt dhe të shkakton edhe aritmi, mirë po edhe probleme të tjera shëndetësore. Shohim ngritje shumë të lartë në nivelin e do me thënë gjeneratat shumë të reja fëmijë që janë konsumues dhe kjo asesi nuk duhet të ndodhë. Unë çdo herë e ceki me secilin klient apo me secilin person që është prind, e theksoj dhe e ceki që fëmijët nuk duhet të jenë konsumues, sepse ato nuk janë pije të rëndomta. Ato përmbajnë sasi të larta të kofeinës, taurinës dhe shumë substanceve të tjera që trupi i fëmijës nuk duhet t'i ketë ato. Mirë po, do me thanë, në ndonjë rast kur jemi shumë të lodhur dhe kur shohim që nuk kemi rrugdalje tjetër, mund ta konsumojmë. Mirë po, kjo është në raste shumë të ralla. Nuk duhet të jemi konsumues në përditshmëri të pijeve energjike. E dim që këto pijet energjike mund të themi lirshëm që konsumohen çdo ditë, pothuajse, sidomos edhe nga të rinj, por edhe nga fëmijët. Atëherë mund të na thuani se cilat kategori personash duhet të kenë kujdes gjatë festave, sidomos për të shtuar, të themi, të jenë më të kujdesshëm. Ju e cekët pak a shumë për personat të cilët kanë diabet, cilat janë edhe kategori tjera? Për shembull, personat që kanë diabet, ata, siç e thash edhe më herët, duhet për fat të keq një kujdes pak më i madh për anës së tyre, personat që janë me hipertension, personat që kanë probleme të ndryshme digestive ose me intoleranca të ndryshme si glutenit apo laktozës, sepse këto probleme për fat keq nuk largohen kur neve jemi duke festuar, ato janë aty të pranishme dhe neve duhet të përballemi me atë fakt. Mirë po, një fakt interesant që unë për vete mundohem që ta praktikoj me klientët e mi që sidomos janë për shembull me diabet, është një metodë shumë interesante
që sheqernat, në këtë rast pastat të ndryshme, patatet, orizin, do me thonë që janë përbërje sheqerna kryesore. Një metodë që mos të ngritet shumë niveli i sheqerit në gjak, është që t'i përgatisim ato dhe t'i fusim në frigorifer brenda natës ose për disa orë që ato të ftohen. Me këtë mënyrë, sheqernat që gjenden në këto produkte bëhen më rezistente. Çka do me thonë kjo? Niveli i sheqernave nuk ngritet nëse si kur do t'ishin të ngrohta dhe çka bën kjo? Nuk kemi nevojë që të marrim insulin apo insulina të lëshohet aq shumë sa duhet prej organizmit. Dhe me këtë mënyrë neve edhe i ushqejmë bakteriet e mira dhe mundësojmë që mos ketë ulje dhe zbritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Ndërsa personat me hipertension duhet të kenë kujdes në produkte që kanë më tepër krip, që me vajra të ndryshme të tepërta të kenë pak më shumë kujdes, për shembull porcioneve të mëdha. Gjithashtu së paku brenda 10 minuta pas konsumimit të ushqimit, kjo vlen edhe për persona me diabet, të kenë sado pak aktivitet fizik, të lëvizin, të marshojnë në vend, të shëtiten edhe qoftë edhe në përdhom. Ma besoni që kjo luan rol shumë të madh. Kjo luan rol shumë të madh. Të flasim pak edhe si duhen të ushqejnë edhe ata personat të cilët kanë probleme me stomakun, mëlçit, ju e cekët pak a shumë edhe për me diabetin, edhe për ato me tension të lartë që si duhen të ushqejnë, çfarë duhen të kenë kjo kategori e personave parasysh, sidomos gjatë ditëve festive? Po, shifeni tash është personat që me probleme digestive është një kategori shumë e gjerë, me thonë këtu mund të jenë probleme nga më të ndryshmet dhe varësisht nga personi, neve klasifikojmë se çka mund t'jetë të dëmshme për atë dhe do me thonë prej përditshmërisë atyre personave, çka i dëmton specifikisht organizmit të tyre dhe si mund ta menaxhojmë situatën në rastin e atyre specifikisht. Me thonë asnjë trup nuk është i njëjtë dhe ushqimi tek personat të ndryshme me probleme të ndryshme kronike ose digestive ose çfarë do të qofshin ato, mund të manifestohet në mënyra shumë të ndryshme. Prandaj nuk mund të them një gjë të vetme që vlen për të gjitha grupet. Për shembull dikujt që mund të jetë me ulçer në stomak, mund t'i pengon sasia kofeinës ose çajrat. Dhe ai duhet të qëndron larg atyre edhe në kohra festive, sepse është në dëm të tij. Dhe prandaj nuk mund të them që është një send i vetëm që duhet t'i qëndrojnë larg, mirë po përsëri e cek, për të qenë më të sigurt është që t'i përmbahen sa më shumë që të munden rutinës së tyre të përditshme. Të kthehemi pak tek fëmijët, pak a shumë e ceke në fillim që fëmijët kur sheqernat bëhen hiperaktiv. Mund të themi se sa janë të rrezikuar fëmijët nga sheqeri dhe si mund t'i menaxhojmë ne këto? Nëse se dim që në festat i kemi edhe fëmijët, nuk kemi kuti. Po, patjetër. Çdo herë cekim që mund t'i lejojmë vetës kënaqësi të ndryshme, do me thonë konsumimin e ëmbëlsirave dhe asnjëherë nuk duhet t'i rrisim fëmijët me atë mendimin që ekziston ndonjë ushqim i keq. Mirë po çdo herë duhet potencuar që pemët, perimet janë ato që ta ushqejnë trupin, që t'i japin vitamina, minerale që mundsojnë që të rritet fëmiu në mënyrë ashtu siç duhet. Mirë po nuk ka asgjë të dëmshme përderisa konsumon ndonjëherë edhe ëmbëlsira apo diçka të ëmbël. Sepse edhe këto janë sende të mira që ndihmojnë ta shijojnë më së shumti jetën dhe për atë nuk duhet të krijojmë edhe lidhje emocionale negative me ushqimin, sepse ajo do t'i ndjek gjatë tërë jetës. Do me thonë nuk duhet t'i mësojmë fëmijët që ata duhet të hyjnë në një farë diete ose që duhet të frigojnë prej ndonjë lloji ushqimit. Me rëndësi është që t'ja mësojmë balansin, që për shembull pasi që të kenë konsumuar ndonjë ëmbëlsirë, ata munden të kenë ndonjë aktivitet fizik të lehtë ose të konsumojnë perime pas asaj. Do me thënë një balans të gjenë një mes të duhur, mesi i artë. Duhet të gjetë mesi i artë çdo herë. Mirë po ana tjetër ku teprohet për shembull me ëmbëlsira, ajo ndikon në shumë faktor. Për shembull hiperaktiviteti është ajo më e lehta të themi në këtë rast.
ajo ndikon në prishjen e dhëmbëve, që gjendja dhe shëndeti i dhëmbëve të fëmijët luan rol shumë të madh edhe në shëndetin, domethënë marr në përgjithësi. Nuk është që vetëm për aspekt fizik nuk luan rol shëndeti në përgjithësi, flasim tash. Pastaj ndikon që shtimi në peshë, obeziteti. Që shumë i pranishëm tek. Statistikisht, fëmijët që janë rritur, domethënë duke konsumuar shumë shpesh ose në përditshmëri gjëra të ëmbla, pa e ditur vlerën e ushqimeve të tjera, përfundojnë me probleme shëndetësore gjatë jetës së tyre, që pastaj është pak më e vështirë për të menaxhuar nëse fillon që në fëmijëri, sepse qelizat yndyrore mbajnë mend, ato mbajnë mend. Dhe është më e vështirë mandej që të krijohet një marrëdhënie e shëndetshme midis ushqimit dhe vetë atyre. Prandaj fëmijëria dhe mënyra se si rritni fëmijët e juaj, se si i mësoni ata, se çfarë u predikoni dhe si jeni shembull për ata, luan rol shumë të madh në mirëqenien e tyre edhe kur do të jenë të rritur. Edhe në zhvillimin e tyre 100%. Atëherë të flasim pak lidhur me ne, dim që nuk kemi kontroll. Sado që themi të dëgjojmë, themi kjo është sot natë festive, vetëm sot do ham, sot kemi festë dhe gjitha ushqimet nuk kemi të themi, nuk kemi në mënyrë të kontrolluar. Ham të themi sa të dojmë. Desa të flasim, pëlqasim atëre. Të flasim atëre pse shtojmë atë shpejt? Marrim kilogram të tepërta dhe pse ajo ndikon më njëherë pas festave, mund të themi unë një ditë isha në festë dhe më njëherë shtova peshë. Shife ta çdo herë në fund, rëndësi ka më së shumti numri i kalorive që konsumojmë. Nëse neve konsumojmë gjatë tërë ditës apo shumë ditë me radhë ushqimet që janë vetëm me shumë kalori ose kalori të zbrasta pa vlera nutritive, ato ndikojnë që neve të marrim peshë. Mirë po, nuk mendoj që duhet ketë problem që t'u ktheheni rutinës apo përditshmërisë, me rëndësi është që të mos përsëritet ajo shumë shpesh, dhe një send shumë me rëndësi është që mos t'i veni faj vetës suaj. Është shumë në rregull që ju të keni kaluar mirë me familjet e juaja dhe të mos mendoni për shembull për regjimin tuaj që e keni në përditshmëri. Ajo tolerohet dhe lejohet pa asnjë farë problemi. Unë çdo herë ceki që restriksionet e shumta asnjëherë nuk duhet jenë të pranishme. Sidomos kur punoni me ndonjë profesionist, ato asnjëherë nuk duhet jenë të pranishme. Çdo herë duhet të gjejtë një mes që të mund ta jetoni jetën tuaj, mirëpo dhe të arrini qëllimet e juaja pa pasur ndonjë vështirësi shumë të madhe nga ana juaj. Prandaj, numri i kalorive mund të rritet për një periudhë të caktuar, por nuk do me thënë që është e pamundur që t'i ktheheni progresit tuaj ashtu siç ka qenë. Të përditshëm. Cilët janë gabimet më të shpeshta që i bëjmë ne para dhe pas festave? Një send që e kam vretur është që para festave njerëz janë të vetëdijshëm që do të përfundojnë duke konsumuar më tepër kalori dhe nuk konsumojnë ushqim. Më thënë, rinë ashtu pregaditën për diçka më të madhe. Ajo e dëmton organizmin. Me një farë mënyre nuk konsumojnë lëngje sepse mendojnë që do duken më të shëndosha. Kjo problemi zakonisht është te femrat. Do me thënë nuk konsumojnë shumë lëngje që zakonisht mund të përfundojnë si të dehidruara apo niveli mineraleve të jetë i disbalansuar që mund të dëmton hormonët e tyre, gjithashtu mund të dëmton metabolizmin, që është send shumë i rëndë, do me thënë nëse për një kohë më gjatë ju qëndroni duke mos konsumuar ushqim dhe për një herë ai niveli rritet, atëherë ju do të shtoni peshë. Sepse organizmi mundohet që të ambientohet aty në çfarë kushte që është. Do me thënë nëse ju mundoheni që ta mësoni atë në ambiente me më pak kalori, në momentin që ju konsumoni më shumë se që duhet, organizmi me një farë mënyre ose metabolizmi do të shokohet. Dhe është sikur mekanizëm mbrojtëse për t'ju mbajtur juve të gjallë. Me thënë më tepër energji dhe nuk di se çfarë të bëjmë me atë ekstra energji që e merr dhe e deponon në formë të dhjamit apo masës yndyrore. Ajo më njëherë pas festave, sidomos tek femrat, dietat na bien ndërmjet.
a rekomandohen dietat e shpejta? Asesi jo, asnjëherë. Dietat, do me thënë më së shumti që reklamohen apo që ndëgjojmë janë detokset e shumta që bëhen pas festave të fundvitit. Ato në asnjë farë rasti nuk duhet bërë, e leje në ndonjë ditë të caktuar. Ato nuk tolerohen dhe nuk lejohen, janë shumë të dëmshme. Neve kemi organe të posaçme që merren me detoksifikimin apo pasrimin e toksinave nga trupi. Kemi zorrën e trash, kemi mëlçin, kemi sistemin limfatik, do me thënë e kemi trupin mekanizma shumë mbrojtëse që merren posaçërisht me këtë punë. Dhe neve nëse bëjmë diçka nga jashtë, vetëm pse ja vështirësojmë punën. Dhe vetëm vazhdon ashtu siç ka qenë rutina, me pak më tepër aktivitet fizik dhe nuk ka nevojë për të bërë diçka ekstra për t'ja vështirësuar trupin, sepse trupi jon është diçka që funksionon në mënyrë të mrekullueshme. Dhe nuk ka nevojë për ndihmë prej jashtë që ne të bëjmë diçka ekstra për largimin e toksinave, sepse ai vetëse i ka mekanizmat për ta bërë atë më mirë se gjithçka tjetër. Cili është një plan, të themi, i shëndetshëm për të rikthyer, të themi, në rutinën tonë të përditshme përveç aktiviteteve fizike? Ju si nutricioniste, cila do të ishte ajo këshilla juaj që të kthehemi pas festave në atë rutinën tonë të përditshme? Si fillim do kisha thënë që gjumi dhe fjetja e duhur, do me thënë prej 6 deri 8 orë, është faktor shumë i rëndësishëm, që njerëzit nuk i vënë rëndësi aq sa duhet. Metabolizmi përshpejtot apo ngadalësohet varësisht edhe se sa gjumë flini ju, se sa orë të natës trupi juaj pushon. Pastaj, kjo është sendi numër 1, duhet të keni gjumë kualitativ. E dyta, kur të zgjoheni mëngjes, fillojeni ditën me ujë, të hidratoheni. Pastaj, mos pini me njëherë kafe. Kafja duhet të pijet vetëm pas konsumimit të ushqimit. Me thënë, të konsumoni ushqim që përmban proteina, për shembull vezë të ziera, me ndonjë bukë të thekur, me pak për shembull yndyrna. Ashtu duhet të filloni ditën me ndonjë gotë jogurt ose jogurt grek, me pak ara, badema, kështu kombinimi thjesht me copë djathi, kashkavall. Kështu duhet të kombinohet. Pastaj të pijet kafja dhe të vazhdohet rutina ditës. Gjatë drekës, çdo herë duhet të ketë ndonjë burrim të proteinave. Çdo herë, sepse proteinat janë ato që e mbajnë trupin ton, do me thënë eshtrat tona të shëndetshme. Pastaj shumë aspektet të metabolizmit varen nga proteinat. Gjithashtu duhet të ketë për shembull burrime të kalciumit, vitaminës D që janë të patjetërsueshme për përditshmëri apo edhe për shëndetin e hormoneve tona, për shëndetin e trurit ton, për do me thënë që mikroflora jonë e bakterive të jetë sa më e pasur. Edhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse na mbron prej infeksioneve virusale, bakteriale, sëmundjeve shumë të ndryshme. Prandaj duhet investuar në shumë aspekte që të jemi të shëndetshëm. Do me thënë, nutricioni është preventiv. Neve mund të preventojmë me anë të ushqimit. Pastaj darka, diçka pak më e lehtë duhet të konsumohet, ndonjë sallatë ose ndonjë supë që të jemi edhe pak më të hidratuar, të mbahet niveli i mineraleve i balansuar. Janë shumë të rëndësishme. Do me thënë të mos ta preokupojmë shumë organizmin ton, që të ketë shumë punë, që të mundohet i tret të gjitha ato që kemi ngrënë. Sepse edhe nëse nuk e djegim atë energji që e kemi marrë gjatë tërë ditës, ato do të deponohen vetëm si masë yndyrore. Ju e cekët që aktivitetet fizike janë shumë të rëndësishëm në jetën e çdo njeriu, por cilat lloje të aktivitetit fizik i rekomandoni pas periudhës festive? Të gjithë njerëzit mendojnë që e shohin si ndalesë për veten, se thonë për shembull unë nuk kam kohë, unë nuk mund të gjej kohë, ose mendojnë që duhet të shkojnë në ndonjë sallë fitnesi që t'i bëjnë ushtrimet e tyre apo ta arrijnë qëllimin e tyre. Mirë po nuk qëndron aty puna, ju mund të arrini shumë edhe vetëm me ecje. Me thënë brenda ditës 1 orë ose 40 minuta të ecni, besoni që ka rol dhe rëndësi shumë të madhe.
Më herët e ceka marshimin në vend, se cila lëvizje që e keni ju, që e bani ju brenda ditës djeg më tepër kalori. Do me thonë, se cili muskuj që ju e lëvizni lufton atrofin. Atrofia është me një farë mënyrë mbytje e muskulit. Sa më shumë që ju nuk e përdorni muskulin, ajo e humbë funksionin e vetë. Prandaj, se cila lëvizje që ju preferoni, që ju ndiheni më mirë, është e pranueshme. Të kërceni në salonin tuaj, ose edhe që janë video të ndryshme tash në rrjete sociale, me ushtrime të ndryshme, pilates, yoga, kardio të ndryshme, të gjitha janë shumë efektive. Prandaj, asnjëherë nuk duhet lejuar që ta shihni si pengesë ose kushtet ekonomike, ose mungesa e kohës, nëse mendoni që duhet keni kohë cilësore, veç mas të ndarë që të shkoni në ndonjë sallë sportive ose fitnessi. Nuk mund të arrini rezultate vetëm duke i vu pengesa vetës juaj. Atëherë festa mund të na thuaj se a mund të shijojnë festat pa ndjerë faj më pas dhe si? Unë besoj dhe shpresoj që do të arrim në atë pikë ku njerëzit do t'jenë të vetëdijshëm që ushqimi është këtu për t'ju ushqyer juve, do me thënë për ta ushqyer trupin tuaj. Nga ushqimi ju rriteni, do me thënë se cili proces që ndodh në trupin tuaj varet nga energjia që merret nga ushqimi. Dhe asnjëherë nuk duhet ta shohin si diçka të dëmshme ose të gabuar nëse neve ushqehemi. Nuk duhet t'i vëmë faj vetës, sepse neve ndonjëherë kemi bërë ndonjë zgjedhje të gabuar gjatë ushqimit, sepse nesër çdo herë mund ta fillojmë përsëri dhe nuk është asnjëherë vonë. Nuk duhet të jetë pjesa ushqimit e lidhur me diçka negative. Ushqimi është diçka shumë pozitive që na mban neve të gjallë. Pikërisht, dhe ne duhet të jetojmë disi, po vetëm të ushqemi shëndetshëm. Tani festa të flasim vetëm pak. Kemi familjar, kemi njerëz të cilët të festojnë në ambientet familjare në shtëpi, por kemi edhe të tillë që dalin nëpër lokale, festojnë nëpër mbrëmje, nëpër restorante të ndryshme. Çfarë duhen të kemë parasysh edhe restorantet të cilët u shërbejnë njerëzve, ushqimet e tyre. Ne e dimë që në çdo restorant, në çdo lokal kemi ushqime të skuqura, mishrat e ndryshme, edhe këto. Çfarë duhen të kemë parasysh edhe restorantet në këto ditët festive? Është shumë e rëndësishme për të gjitha restoranet dhe lokalet që t'i ndjekin rregullativat ushqimore. Në asnjë moment nuk duhet munguar për shembull pastërtia dhe të mos jenë ushqime së pari të kontaminuara. Të përgatiten mbas të rregulloreve që për shembull që hasap sistemi i ka vendos. Duhet këtë mënyrë të posaçme të përgatitjes së mishit, të mos ripërdoren shumë vajrat për skuqje, sepse ato mandej rezultojnë në formimin e transyndyrnave në trup që janë shumë të dëmshme. Gjithashtu, do me thënë, është shumë e rëndësishme që edhe perimet që i servojnë ata të jenë mirë të lara, sepse mund të kemi shumë kontaminime nga bakterje, apo parasit të ndryshme që pikërisht rrjedhin nga perimet që nuk janë të lara mirë, sepse ndonjëherë prej punës së madhe që e kanë nuk i vënë shumë rëndësi të madhe. Mirë po nuk duhet ta kenë çdo herë në vetdije që secili person ka organizëm tjetër dhe ndryshe proceson ushqimin. Dikush është më i ndijshëm, e dikush jo. Dikush mund të toleron më tepër. Për dika një bakterie thjesht apo një perime që nuk është larë mirë, nuk i bën dëm. Mirë po për dika tjetër është shumë e dëmshme dhe mund të përfundon me probleme. Dhe prandaj që t'jemi më të sigurt që të kalojmë festa sa më të mira dhe të lejmë përshtypje më të mira te klientët, çdo herë duhet t'i ndjekim rregullativat e ushqimeve që janë. Do me thënë ato ekzistojnë për një arsye të caktuar. Atëherë edhe në fund cili do t'ishte mesazhi juaj apo këshilla juaj si nutricioniste që të festojmë pa dëmtuar shëndetin tonë? Këshilla ime do t'ishte që të kënaqeni sa më shumë me familjarët dhe më të afërmit të tuaj, sepse shëndeti ju uroj shëndet së pari. Shëndeti është shumë e rëndësishme, po se pa të shëndetin kot janë gjitha të tjerat.
Dhe ushqimi është armë apo mekanizëm mbrojtëse si preventiv kundër shumë sëmundjeve, që ju mund ta ndihmoni trupin tuaj apo dhe ta dëmtoni në aspekt negativ. Të konsultoni me profesionist. Çdo herë të konsultoni me profesionist, neve jemi këtu për ju dhe jemi këtu që t'ju ndihmojmë. Ta ndajmë dijen tonë së bashku me juve që ta ngrisim vetdijen tek njerëzit, që në të ardhmen mos t'i kemi më këto probleme që i kemi pas deri tash. Mirë, dhe të krijojmë gjenerata të reja që janë më të vetëdijshëm për ushqimin dhe të dinë se si duhet ta ushqin trupin e tyre që të kenë një ardhme më të mirë dhe një shëndet më të mirë. Të faleminderit shumë Festa për gjitha këto këshillat, për gjitha këto informacione lidhur me ushqimin që ka të bëjmë dhe sado që mundohemi, po ndonjëherë gjatë festave humbim edhe ne kontrollin në ushqim duke përgatitur shumë gjëra të shijshme dhe kjo ndodh vetëm mund të themi gjëra të shumta, ushqime të shumta gjatë festave dhe shpresoj që tani me këto këshillat e juaj që i dhat nëpërmjet ekranit ton televiziv do të kemi kujdes dhe do i kemi të gjitha parasysh ato fjalë që i the për ushqime se ku duhet të kemi kujdes, cilat kategori të personave të kenë kujdes, sidomos fëmijët që edhe më tej janë në zhvillimin e mëtutje. Të faleminderit edhe një herë Festa. Shumë faleminderit edhe për juve Rejhane, ishte kënaqësia ime të jem si mysafyre sot në studion tuaj. Shpresoj që të shihemi edhe herëve tjera. Të faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju përshëndes, të ju dëshiroj një ditë të mbar dhe një vikend të këndshëm. Mund të them ndjeshëm se është vikendi i fundit i vitit 2025. Shpresoj që 2026 të na gjejë të lumtur dhe vikende shumë të bukura. Mirëmbëjtje.